Klonë FM. Pardon, edhe do të vazhdojmë bisedën me Anajdin. Nisur nga ajo që the, e kemi besoj, ë? Po, e kemi në linjë. Nisur nga ajo që the në lidhje me strategjinë e Rozanës, të paktën në sa i përket 2 javëve të fundit, afrimi ose largimi me gjestin. Sipas teje kjo ishte diçka e gabuar që mund ta ketë dëmtuar atë në lojë, por në fakt, a kishte një personazh i cili sipas teje kishte një strategji shumë të mirë, por nuk ja doli të ishte finalist? Gerta. Gerta, patjetër Gerta. Me thënë drejtën, unë shifja më shumë Gertën se sa Eglin finale. Pavarësisht se Egli kishte dhënë gjithçka për shtëpinë, momentin kur del jashtë për një kohë gjatë, se doli dhe Gerta jashtë, po doli 2 minuta tek ishte tek dhoma tjetër, arena po, Storm Arena. Po kur del nga shtëpia për një kohë gjatë dhe rikthesh prap, unë nuk është që jam shumë tifoz i kësaj natyrës të lojës. Se Big Brother i goca edhe çuna ka një magji që ndodh vetëm nëse ti qëndron brenda shtëpisë. Nëse ti del qoftë edhe 1 metër larg dhe shtëpisë, po, të ndryshon e gjithë gjëja. Bravo, ajo gjëja humb. Se ti shef njerëz tjerë me kontakte ku diun to tani janë bërë kështu i herë javë del secili, se jo doktori, jo psikologu, jo spitali, jo ku diun, kupton dhe se janë vipa, ne nuk kemi qenë vipa. Ne ishim kështu, qa ka i dhe mbarku, po kënoj suret, për se ka ram sy. Ose thuj mos haj supën e arbrit. Qa ka të merë në mend, po boja i lori. Do më thënë po, ka qënë tjetër situatë në atë kom. Kështu që Gerta, si mbas mendimit tim, Gerta ishte një finaliste më se e merituar. Edhe unë nëse do isha në vend të Eglit, ato lekët e mia do ja jepsha Gertës, me thënë drejtë. Se finalista paguan tani, arbër nuk caktum çmim për finalista, valla, se mirë. Quhet 100 euro pastaj për finalist. Domethënë ju tani në Big Brotherin e ëndrave tuaja është çmimi i parë 500.000 euro dhe finalistët nga 100. 1 milion euro shkon vetëm. Kështu ja vlen me qenë edhe finalist. Deri në fund. Kështu i ndrove mendjen dhe lejë tani. Po futur dorën. Anajd, po kam përshtypjen që do bëhet shumë më agresive situata, kështu që Patjetër që do jetë agresive. Sa aty nuk do zgjedhin në turtët e, jo. Po futën aty. Po. Fitusa nuk kemi ngel laj shumë, me thonë drejtën, se janë 30%, 40% e fitusave kanë përvu nga herë. Do me thënë, sipas teje, që ta përmbledhim, ka qenë një Big Brother shumë i suksesshëm, ka patur strategji të mira, ka patur debate shumë të forta, ndoshta edhe 3-4 në të njëjtën kohë, edhe nuk dinim ku ta çonim te BB1 apo BB2-shi. Unë nuk kam qef shumë të bëj zjarre të ndezura gjatë gjithë kohës, në shikueshmëri ka qenë maksimalisht, janë të i kaluar, domethënë ndoshta pritshmëritë. Kështu që në tërësi, sipas teje që ke vite tashmë që e komenton, jemi në një rrugë shumë të mirë. Unë nuk kam qef shumë, nuk jam tip që as kam qef kur më bëjnë komplimenta, se ne njerëzit që punojmë shumë herë mas herë marrim dhe komplimenta. Do të thonë njerëzit mundohen na komplimentojnë, bravo, ja dole me këtë, po bën atë. Edhe si kam qef të vete, ashtu si kam qef të ja bëj të tjerëve, po realisht të vit Sara Hoxha ka bërë një super Big Brother. Po, vërtet. Në mendimin tim ka mbajt njerëzit ngul jo një herë, po disa herë, sepse ka pas Big Brother atjera i Luizit, po një moment mahet aty, momenti ku doli Luizi nga shtëpia dhe hyri prapë brenda. Edhe kjo domethënë mund të ketë qenë ku e diun dhe në një rast tjetër dhune ose ku e diun Kevina këto ato, po ky Big Brother ka pas momente që ka nis herët, që kur Egli nominoi Xumin edhe futi vete nominim Gerta, po ashtu Gjibani, Jozi, Hyri, ka pasur shumë personazhe. Konstant në vëmendjen e vet, po. Ka pasur shumë personazhe. Këtë vit ka Sara me gjithmonë që ka bërë një super Big Brother këtë vit. Edhe në fund fare, që është më rëndësishme nga gjitha, e fitoi, i dha Cezarit atë që i takonte Cezarit. Po, edhe tani edhe ti me që the nuk dua të komplimentoj shumë, por po jep Cezarit. Sepse ka qenë një nga shprehjet e tua në gjatë gjithë këtij rrugtimi Big Brother, teksa komentoje sa i përket lojës të gjithë secilit. Ky ka qenë story parë që kam bërë me qes.
Po, jepi Cezarit ato që i takon Cezarit. Po, ai doli nga një lojë i humbur, le të themi se nuk na takon ne të bëjmë kështu aludimesh. Po, ishte një finalist i merituar dhe ai si Gerta. Qoftë nëse nuk e meriton dhe fitoren, ishte një finalist i merituar. Nuk e mori dot finalen, erdhi këtu ka rënë nga fillimi, Sara dha mundësinë. Ka pas dhe tjerë që kanë dashur nga Big Brother VIP Kosova me radhë, po Sara ka e mbylli me gjestin. Bëri shumë mirë sipas Feniti. Si e gjykon faktin që është i pari fitues nga Kosova dhe ndoshta në edicionin VIP, ëh? Në edicionin VIP flas, po. A ishte me fat, le të themi, edhe për faktin që ishin pjekur kushtet, le të themi, për një fitues nga Kosova? Shumë interesante pyetja. Sepse nuk ka pas asnjë, ky është i pari, është vërtet tek edicioni VIP, po që vujti më shumë nga gjithë Arber. Po patjetër. Po divesh të gjithë fituesat e Big Brother kanë vetëm një të përbashkët. Se janë gjithë tipa të ndryshëm. Përveç se lojtarët janë tipa të ndryshëm, po dhe gjithë fituesat po të na marrin nga një gjë, po një gjë e kemi të përbashkët. Ne jemi njerëz që ndajmë. Po, kjo është kryesorja. Diçka ne duam ta ndajmë. Qetësorin dan, Arbrin dan, Anajdin dan, jetë miri po ashtu, Gjesti, ku e diun, jemi pak babaxhan kur vjen puna për me nda të bukën me 2 copa, kupton? Vërtet. Ne i kaç po hajt, kjo është e përbashkëta. Gjesti kishte i zemër shumë të mirë, ishte i lojtar, le të themi, shumë dinamik, nga smusi papam, kupton? I jashtë limitave. Nëse bëhet një all-star si vetëm një person që unë kam seriozisht problem është Gjesti. Është nga smus në limite, ka një lojë, domethënë ndryshe nga kjo që jemi mësuar me argument apo me poezi apo me filozofi, loja ditë është drejt për drejt, atakim gjatë gjithë kohës, thuj dy llafe, ha, i ka ne qesh, ktheu prapë lidhe të pishin, me rrobat futen sup kripën, bëj këto, është i çik është presioni i madh në shtëpi, çik edhe kjo, dhe jo për rastësisht disa banorë ran prej zarfit Arbër. Po. Nga veprimet e nga provokimet, po. Po, loja ishte shumë dinamike, domethënë. Nuk mendoja dot që mund të kishte një njeri që të ta mposhte Rozanën këtë Big Brother. Ta them seriozisht, Te kam thënë dhe Rozanën s'kisha shumë besim tek ajo para se të rinte, por që edhe kur e superoi Gertën isha i sigurt dhe kam postur edhe mia sociale që Rozana një ditë do ta rrezoj Gertën, edhe duhet vazhdoj një luftë tjetër që për fat keq nuk e vazhdoi. Se duhet lindte luftën me Gertën dhe duhet vazhdonte luftën me Gjestin. Në fakt në një nga darkat i tha, unë nuk e kam më luftën me Gertën, e kam dorëzuar si gjë. Tani e kam drejt për drejt me ty, i tha Gjestit, dhe e di që e kam me ty. Ja ka thënë gjatë darkës, po. Ti do e kesh djeg më mirë, besoj se. Po, e kam parë më gjatë. Këtë e di sepse kam qenë duke i ndjekur live, edhe sepse po e sulmonin pse nuk e zgjodhe Gertën, ka qenë ai prajmi që dolën të dyja për të zgjedhur finaliste. Edhe po e sulmonin pse nuk the emrin e Gertës. Është një detare që ti heqësh kapelen. Domethënë është prapë ngelen një super lojtare në lojën e si vjetshme. Shumë koherente, shumë e saktë, precize, artiste, po e mirë, shkruaj disa herë aty brenda, përcolli mesazhe që gjithë kanë përshtypjen gjithë se kush nga fituesët duhet i përdori ose nga finalistët për të përcjellë mesazhe. Bëj maksimumin për atë lojë, po jo gjithmonë mund të fitosh. Po. Edhe humbja në herë është mësim i mirë. Po. E drejtë, shumë e vërtet. Dhe kam përshtypjen që për herë të parë humbsi uron fituesin dhe deklaron që ishte kushdo ta merrte nga ne të dy ishte e merituar, kështu që ka qenë një finale shumë e bukur. Kur mbarojnë zgjedhjet ta marrin si shembull të gjë. Po. Për herë të parë të bëhet dhe për zgjedhje kjo. Se këtu zgjedhjet janë kështu, ka zgjedhje, ka dhe post Big Brother, Po, vazhdojnë ta. Ja 3 muaj që jo se meritote, jo mi voli. Jo le ta hapen kutitë, jo të rivotohet se kemi balotazhe. Ana, dhe një pyetje tjetër, kush ishte më virali ndër personazhet, sepse po flasim për ata që kanë merituar, ata që kanë mbajtur lojën, po më Memexhiu, ndoshta më Memexhia, ka pas një Memexhie, këtë vit ka qenë Loredana. E lezetshme shumë. E madhe, po. Ja, ishte pa parë, domethënë ato çupe xhaxhaj,
Edhe një person shumë solar dhe realisht e kam taku dhe kur ka ndalë tani edhe shumë e këm tok. Po, shumë pozitive. Dakordsohemi dhe ne të gjithë. Shumë pozitive. Anaid, shumë faleminderit. Faleminderit Anaid. Për këtë intervistë. Uroj suksese, jeni tresha ta me bukur Top Albania. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat sa më mbar në çdo gjë që bën edhe shumë suksese në të gjithë të botën virale, le të themi, se jemi përfshirë të gjithë tashmë. Do përqafojmë nga topi, Do të shkëputemi sërish për pak publicitet dhe rikthehemi në Pardon My French. MC Kresha, Lyrical Sun dhe dhurata Dora në Top Albania Radio. Jemi drejt fundit të pjesës së parë të programit. Kemi dëgjuar gjëra shumë interesante, Leila. Shikoje si mundësi se u përmendën shifra 5 edhe më tepër se 5. 200 me një story zemra. Me tek mëngjesa me një vetë skuqe. Nuk të ndihmojmë dot me Reels, me atë 2 shentate, kupton? Kështu që për gjithë këto shifra kam përshtypjen që duhet ta marrësh në konsiderat si eksperiencë. Me një 5 që bëhem edhe unë Miss California. Niko ajo ka tani. Se nuk e merr në konsiderat. Çfarë halli ke, Leila? Halle personale. Kështu që ka i kaj trend. Halle personale, pa 600 që kam kalamoj. Ti s'ke obligime. Si do kem një ditë, ku i dihet? Lej, çfarë po na mban të fshehur. Kemi sekrete, këto sekretet nuk duan që të dalin. Okej, shumë mirë, shumë mirë. Po flisnim me Anaidin ndërkohë dhe unë. Këtë pyetje nuk do t'ja bënim lehtë, se Leja është akoma novel në këtë pjesën e Big Brotherit. Ne ta bëm ty para. Jo, unë thash, nuk mundem, nuk ka. Ty para shifrës madhe 500.000 euro të hedhur në Ja, as për tavolinë. 500, jo. No. As për 500 hallo, sa ti shofi aty bashkë kështu. Po sa po e the se je hallo, nuk do të thënë nuk do fitoja. Kështu që e kot sa të më merrte malli për fëmijën, sa të mërzitesh akot. Hallo shukot aty këtë, po s'kam thënë gjë, thotë më kanë detyruar të them që s'do futem. Ashtu, Atje ke dera e para. Se di unë që s'fitoj. E qartë. Si di, nuk e bu shejtani. Po ti ç'ket futem unë? Kur ishim bashk në atë edicion, unë isha 24 vjeç. E njom, si gonxhe. Zjarr, domethënë. Tani no, komplet. Kështu që nuk kam. Plus që nuk besoj dhe shes, më kupton? Nuk i dihet, atë mos e thuaj. As këndoj, as ti këndon me performon që keme tek, kështu që ja, po performoj këtu me ju të dy, që me ziu kam, kështu që e sigurt është. Andaj do të futesh se do të mungojmë ne, qartë. Si po bëjmë tani, sikur po na propozoi njëri dhe thjesht po marrim vendime, ndërkohë nuk na ka konsideruar askush. Okej. Unë them ta mbyllim këtë pjesë të parë, sepse do të bëhemi gati për dyshi në këtij edicioni. Që është Rozana Radi. Në këtë rast thuhet për njëshin mas dyshit. Po, kështu që do presim Rozin pjesën e dytë të programit. Ju do dëgjoni edicionin informativ të orës 19 dhe Pardon My French vijon sërish. Deri atëherë, miru dëgjofshim. See you soon.